para shtetit, para gjykatave, para ligjit të shkruar, ishte kanuni, një kod i lashtë, i trashëguar brez pas brezi, i njohur si kanuni i Lekdukagjinit. Ai ishte ligji i shqiptarëve, kushtetuta e maleve tona. Kanuni përcaktonte gjithçka, si të trajtojë miku, si të ruaj nderi, si të ndajë prona dhe si të jepej besa. Nëse dikush e shkelte fjalën, kanuni kishte përgjigje. Nëse ndodhte një padrejtësi, kanuni jepte drejtësi. Dhe ndoshta më i ashpri mes tyre ishte ligji i gjakmarrjes, një rregull që ka mbijetuar deri në ditët tona dhe ende sot kujton fuqinë e këtij kodi. Por kanuni nuk ishte vetëm akmarrje. Ishte mbi të gjitha respekti për fjalën, për mikun dhe për nderin. Mikpritja shqiptare që sot e kemi si krenari kombëtare e ka rënjën te kanuni. Miku i shtëpisë është i shenjtë dhe duhet mbrojtur me çdo kusht. Edhe sot, sheku i më vonë, shumë prej rregullave të kanunit jetojnë mes nesh. Besa, fjala e dhënë respekti për miku. Këto janë ligje të pathyeshme që as koha, as shteti nuk i zhduku dot. Kanuni i Lekdukagjinit mbetet një nga trashëgimit më të forta të historisë sonë, një dëshmi se si shqiptarët edhe pa shtet krijuan ligjin e tyre, edhe e bën atë të pavdekshëm.